Bëre shumë gabim që ju referove nënës time që ka punuar 40 vjet e kusur infermier. Një punë e ndershme në shërbim të njerëzve, me turne, pa turne, gjithë jetën e vetë. Dakord? Nuk jam unë i biri i ndërtuesve që i kanë zënë frymën Tiranës. Që t'jemi korrekt bashkë. Dakord? Edhe ngrihe kokën kur flas unë. E dyta, si ke qenë me matematikën, mos je gjë nga këta të këtij luliti. Tash i dëgjoje këtu. Me që përmende pensionin e nënës time dhe si ja kam shpjeguar unë asaj. Po, është e vërtet, nëna ime do të marri një rritje 432.000, tani 216 është me e vogël, apo me e madhe se 432.000. Dëgjoj tash, dëgjoj. Për vitin 2027 do jetë 2 herë më e madhe. Për vitin 2028 rritja do të jetë 54.000 lekë për çdo muaj. Ore, je mirë ti? Ore, ku e ke bërë matematikën? Ore, zotri, për 2026 do të jetë 18.000 lekë në muaj rritja e pensionit. Për 2027 do të jetë 36.000 lekë. Për 2028 do të jetë 54.000 lekë çdo muaj. Dhe për 2029 do të jetë 72.000 lekë në çdo muaj. E kupton? A se kupton? Pra do të jetë 72 erë 12, 824. Në vit. Dhe të gjitha këto do të jenë 2.160.000 lekë rritja. Sa i përket bonusit, se kur s'kupton, pyet. Bonusi ordjal nuk është rritje pensioni. Nuk është rritje pensioni bonusi. Bonusi, ne kemi thënë, i qëndrojnë fjalës tonë. Sa më shumë performancë ekonomike, çfarë na krijohet, ky grup parlamentar do të qëndrojë qëndrimit për të kërkuar dhe angazhimin e qeverisë që çfarë na teproj të çojmë pensionin. Bonusi është tepric. Kur kemi tepric, do të çojmë. Dhe kemi bërë diskutim edhe më të gjerë se kaq në grup parlamentar, nëse do të ftojmë dhe ty po do, vish se ne nuk bëjmë mbledhje kot. Dhe kemi bërë pikërisht për të parë se sa dhe si mund të jetë. Kjo është, kishim tepric 2 herë këtë vit, se ti s'ke qenë këtu. Bëm një që ta dishti, bëm një në dhjetor vjet, bëm edhe në pranver, bëm edhe në dhjetor, po e marrin bonusin. Prandaj, lutem shumë, erdhe këtu, gënjeve, the në 2027 dhe jetë me vogël se 2026 asë është kështu. Dhe si që i mora të mëra, dhe bonusi dhe rritja, i dashur janë gjë tjetër. Tani me që jam këtu, se doja të flisja për koncesionet dhe partneritetin publik-privat, opozit, si ju, ne na bënin nder. Unë tisha deputet i opozitës dhe të mbaja mend çka më thënë në gjithë këto vite, sot do vija ta votoj. Sepse ligji që keni përpara merr në konsiderat të gjitha sugjerimet, gjetjet, kritikat që janë bërë ndër vite. Përfshirë këtu, kritikat me vend që vinë, ose sugjerimet me vend që vinë nga Bashkimi Evropian. Po japim një autoritet të rojes fiskale Ministrisë Financave, është normale. Dhe ju vetë duhet jeni dakord që mos kaloja si koncesion pa marrë dakordsinë e Ministrisë Financave. Ta mbaroj fjalën. Ta mbaroj, zoti kryetar. Nuk jemi në sistemin komunist, ku të gjitha shërbimet publike duhen ofruar vetëm nga parat publike. Në këtë sistem që kemi zgjedhur, sipas gjithë modelit Shtetit Bashkuar të Amerikës, Gjermani, ku doni ju, një pjesë e shërbimeve publike ofrohen nga privati. Por ne duam t'i kontrollojmë. E fundit,
Do doja t'i uroja kolegët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike që kanë ikur në festën e partisë tyre, ditën e themelimit për festën e partisë tyre, takzoni 35 vjetorin e partisë tuaj, uroj që 36 vjetori mos ju gjej kaq hallakat sa ju gjeti 35 vjetori, edhe e keni prishur një traditë që ka qenë ndër vite që ftonit edhe kundërshtarët, mund na kishte ftuar dhe ne dhe do kishim ardhur me shumë dëshirë. E fundit, zoti kryetar, meqense mu dha rasti, edhe dëgjova një këtu që bën shpesh si avokati i Spakut, avokati drejtësisë re. Mleoni që në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste t'i uroj punë të mbar drejtuesit të ri të prokurisë posaçme, një proces siç i ka hije një vendi që konsolidon ditë pas dite institucionet e drejtësisë në mes 4 kandidatëve, njëri prej tyre u zgjodh të drejtojë këtë institucion të rëndësishëm drejtësisë, për cilën jemi krenar sepse kemi dhënë kontribut të pazëvendësueshëm në gjithë këtë reformë drejtësi dhe i uroj që të çojë më tej punët e mira të nisura nga drejtuesi që sapo përfundoi mandatin, zoti Dumani, në krye të këtij institucioni, i vaft mbar gjithë prokurorëve të prokurisë posaçme. Faleminderit. Faleminderit, zoti Balla. Kam një pyetje për ministrat që janë ulur në këto karrige. Pse rini ulur në to? Se vërtet ju ka bërë ministra Edi Rama, por paratë e buxhetit ja ka dhënë miqve të tij oligark. Për shembull, ja këtu është ndarja e të ardhurat të buxhetit për ministritë e ndryshme. Atëherë, Ministria e Bujqësisë 0,58%, Ministria e Arsimit 2,3%, Ministria e Shëndetësisë 2,9%, kjo kolona e madhe këtu, 27%, është vlera e kontratave të PPP-ve që Edi Rama ka nënshkruar me miqtë e tij, 27%. E PBB-s, po e ke dhe buxheti o zotri. Vlera e koncesioneve është 27,1 e prodhimit të brendshëm bruto. Po mirë më tani të shohim dokumentet pastaj, dakor. Atëre, plot 7,8 miliard euro është vlera e kontratave dhe koncesioneve që ka firmosur Edi Rama, nga të cilat 10 milion euro janë për inceneratorin e Tiranës. Në 2026 10 milion euro do vënë për inceneratorin. Mbi 13 milion euro PPP në shëndetësi, për të cilat po vuan dënimin ai ministri aty. Për qytetarët që na ndjekin, buxheti i shtetit është si një tortë. Ku rritet prodhimi i brendshëm bruto, rritet edhe torta. Gjithë çështja është se si e ndajmë këtë tortë. Dhe kur vjen puna te shëndetësia, te arsimi, te sektorët kyç, thela e tortës është më e hollë. Mund të jetë çik me më shumë sheqer, po ama është më e hollë. 2,3% buxheti në arsim. A e dini se sa është mesatarja për arsimin në Bashkimin Evropian, aty ku kemi hyrë trenit që të shkojmë? 4,6%. Nuk bëhet fjalë këtu më shumë lek apo më pak lek, si përqindje. Çrëndësi jep shteti arsimit. 3% e ka Serbia, 3,1 e ka Kroacia, 3,4 e ka Greqia. 2,3 e ka Edi Rama, sepse në Shqipëri, sipas tij, ndoshta arsimi po lulzon. 2,9% buxheti për shëndetësinë. E dini se sa është mesatarja në Bashkimin Evropian? Plot 10%. 10% është rëndësia që i japin vendet e Bashkimit Evropian, 2,9%. 7,7% e ka Kroacia, 8,3% e ka Greqia. 2,9% e ka Edi Rama për spitalet shqiptare, sepse në Shqipëri, me sa duket, shëndetësia është më e mirë se në ato vendet e Europës ku ka nevojë të financohet më shumë. Duhet flas këtu edhe një çik edhe për pensionet, për këtë shumën prej 204 miliard lekëve që u trumbetua për vitin 2026, ku 93% e saj në fakt vjen nga djersa e punëtorëve që paguajnë sigurimet shoqërore e shëndetësore, vetëm 7% vjen nga buxheti i shtetit, e prapse është thuajse sa çerreku i 752 miliardëve që është vlera e kontratave të PPP-ve. Atëherë, nga ky podium i kuvendit, zoti Taulant na tregoi se sa të lumtur kishte bërë nënën e tij pensioniste kur i kishte përmendur rritjen
eksponenciale të pensioneve që do bëj partia e tij në vijim, dhe kush e di atë fjalim mund ta ketë dëgjuar edhe ndonjë grua plak që të birin nuk e ka kryetari i grupit parlamentar me mazhorancës, po e ka, le të themi, emigrant në kurbet, dhe ndoshta ka menduar se me gjithë mend do ketë rritje të pensioneve. Kam një thirrje për gjithë pensionistët. Bonusin e fund vitit, për herë të fundit, do ta merrin vitin 2025. Nga 2026 në vazhdim, bonusi do pjesëtohet me 12 muaj dhe ta merrni pak e nga pak. Këtë marifet, qeveria e Partisë Socialiste i quan rritje të pensionit, që në fakt rezulton në ulje të pensionit për pjesën, do ta tregoj tani, do ta them unë atëherë. Nëse unë po gënjej, pse si janë zëgoja qeverisë të thotë se nga 2026 e në vazhdim do të merrni edhe bonusin e fund vitin edhe pensionin, për të thënë që ka vërtet rritje pensionesh. Qeveria kërkon të fshihet pas gishtit, duke thënë se nuk mund të parashikohet bonusi sepse nuk i dihet sa do jetë rritja ekonomike. Këtë tha zoti ministër i financave në komision. Megjithatë, në këtë projekt ligj parashikohet se sa do jetë rritja ekonomike. Dhe dikush mund thotë se nëse kjo rritje do pësonte rënje në 2026 me 1%, 2%, larg qoftë 3%, mund thuaj që s'do ketë lek për bonusin. Megjithatë, rritja ekonomike ja se ku është. Për vitin 2023 ishte 4%, 24, 4%, për 2025 3.9%, për 2026 parashikohet po prap 4%. Atëherë pse s'ka bonus të fund vitit? Okej, ja do ta themi. Atëre. Po e përsëris, bonusi fund vitit do pjesëtohet me 12. Dhe në këtë mënyrë kjo qeveri, jo vetëm që është tallur me ju, jo vetëm që ju ka mashtruar se po përfitoni rritje të pensionit, po shtresave më vulnerabël do t'ua ul pensionin, sepse pjesëtimi bonusit me 12 nuk është njësoj për të gjithë. Dua t'u drejtohem tani të gjithë pensionistëve nëse na ndjekin, më kushtoni pak vëmendje për ta kuptuar se si po ju mashtrojnë. Se kush përfuton e kush humbet nga 2026 e në vazhdim nga pensionet. Atëre, kemi këtu, kush përfiton? Përfitojnë ata që marrin pension urban të plot. Do marrin nga, po flas me të vjetra, do marrin nga 2026 në vazhdim 18.000 lekë të vjetra në muaj, dhe nga 100.000 lekë që e merrnin bonusin, do të shkojë 216.000 lekë në fund vitit. Kush humbet? Dhe këta përbëjnë vetëm 33% të pensionistëve. Kush humbet? 39% e pensionistëve që kanë pensione të pjesshme. Dhe do marrin nga 8.000 lekë në muaj, herë 12, do thot nga 150.000 lekë që merrnin, do marrin vetëm 96.000 lekë. Kush humbet tjetër? Humbasin pensionet rurale. Atëre, pensioni rural, 13% e pensionistëve do marrin nga 10.000 lekë në muaj, që do thot nga 150.000 lekë që merrte në vit, do marr vetëm 120.000 lekë. Kush humbet tjetër? Pensionet e invalidëve. Pensionet e invalidëve do marrin nga 7.000 lekë në muaj, pra nga 150.000 lekë që merrnin në vit, do marrin vetëm 84.000 lekë. Ka dhe një. Pensionet familjare, edhe pensionet familjare, po prap, jo, 72.000 lekë do marrin invalidët, 84.000 lekë do marrin pensionet familjare. Atëre, konkluzioni. Njësoj. Njësoj. Po, atëre, ja. Pra, nga 5 kategori pensionistësh, vetëm një kategori, ose 33% e pensionistëve do kenë një rritje të vogël, ndërsa 4 kategori që përbëjnë 67% të pensionistëve do marrin më pak pension në 2026 se sa në 2025, më pak pension në 2027 se sa në 2025, më pak pension në 2028 se sa në 2025. Atëre, unë do doja shumë, vërtet shumë që ta kisha gabim, që kjo qeveri të më përgënjeshtroj kur të vi dhjetori i vitit 2026 dhe ta shpërndaj bonusin për 150.000 lekësh. Dhe ta kem unë gabim dhe ta keni ju të drejtë. Mjafton që vitin e ardhshëm të ketë rritje reale pensionesh, por të dashur pensionistë, për fat keq, kjo s'ka për të ndodhur, sepse po të ndodhte kështu, këta do ishin të pari do ta thonin. Nëse se thonë sot, do thotë se s'do merrni gjë nesër. Le të dalë njëri prej jush, zoti Balla, me zë me figurë, e të thotë se unë po gënjej,
do na nevojitet zëri dhe figura juaj që në dhjetor të vitit 2026 tu tregojmë pensionistëve me zë e me figurë se kush ka gënjur e kush ka thënë të vërtetën. Faleminderit.